për aktorët politik që të mos i bëjnë presion drejtësisë, bla, bla, bla. Pavarësisht faktit që unë nuk jam aktorët politik, po jam kryeministri, i dal nga një votë popullore që i dha Partisë Socialiste një shumicë të hatashme prej 83 mandatesh, ndërkohë që kjo parti nuk e ka një konkurrent në historinë botërore si faktori i qeverisës më mbështetës i pavarësisë drejtësisë dhe faktori më i heshtur politik ndaj fajeve dhe gafave të drejtësisë së pavarësuar, në thelb unë ngre probleme serioze me të cilat duhen të merren në fakt pikërisht hartuesit e atyre deklaratave të kota. Dhe para se të shkruajnë me kollajllëkun më të madh fjalën presion, është fjalë shumë e madhe fjala presion, për mbështetësin më të madh të pavarësisë tyre, që jam unë këtu personalisht, mirë është ta kujtojnë se ku ishin fshehur eksaktësisht kur Pararsi e ngrinte, puqiste dhe e ulte lavire prokurorën e përgjithshme. Ose nëse ju vjen zor ta kujtojnë se ku mund t'jenë fshehur, apo aq më keq ju vetëm mendja ta quajnë të panevojshëm për kujtesën e tyre këtë detaj se helbete iku ajo kohë dhe tani po hym në Europë, letë mos e harrojnë se tani, sot, në këtë kohë, ati që s'u bë dot pasarsi im, pasi ishte pararsi im, nuk ja artikulojnë dot jo një deklarat, po gjysmëllafi, edhe pasi telde i lexon librin e shtëpisë, prokurori ton më kurajos, mu tek dera e spakut. Prandaj u sugjeroj të merren me mesazhin, jo me mesazherin. Se paguhen si frëngu pulën nga taksat e shqiptarëve bashkë me 500 sekretarë dhe këshilltarë të tyre që të qeverisin sistemin e ri të drejtësisë, jo që të ankohen për ndërhyrje dhe për presione inekzistente. Nga unë, që u kam dorëzuar shpatën e drejtësisë pavarur, e cila arrinte në zyrën time që nga viti 1912. Kur nuk do ndërhyjmë ne në çështjet që i takojnë drejtësisë. Kur, po të drejtat dhe liritë e njeriut. Siguria juridike e qytetarëve e punojësve të shtetit apo e sipërmarrësve, garancitë e procesit të rregullt ligjor dhe me radhë, nuk janë çështje që i takojnë vetëm prokurorëve dhe gjykatësve, apo thjesht pushtetit gjyqësor, po janë çështje që lidhen me funksionimin demokratik të shtetit shqiptar dhe me jetën e njerëzve të këtij vendi që i takojnë çdo qytetari i këtij vendi e jo më pastaj të zgjedhurve nga qytetarët e këtij vendi. Kur unë të hyj në meritën e ndonjë çështje, përsa kohë çështja është në gjykim, atëherë, hajde, mund ta diskutojmë, po kur unë ngre zërin se më vjen turp, pasi lexoj raportin alarmant të Këshillit të Evropës për nivelin skandalos të paraburgimeve, të burgosurve pa gjyq në Shqipëri, dhe nga ana tjetër këshillat në fjalë nuk bëjnë asgjë për ta trajtuar atë raport me seriozitetin maksimal